Unë nuk e din qoftë se ka ndonjë qytetar shqiptar që është i sqaruar me atë që tha ministrja. Po, dëgjuam që përdoren ekspertët holandez, njësoj si u përdoren atje në fakt e Porto Romano. Holandez ishin dhe ato, të Royal Haskoskins, të cilët në fakt i sugjeruan qeverisë shqiptare që të bënte ndryshe, po qeveria shqiptare zgjodhi vetëm në kompani, mbasi skualifikoi të gjitha, që nuk kishte sigurin për ta menaxhuar Porto Romano. Prandaj dhe anulluan, se kjo është e vërteta. Se kështu i përdorin ekspertët ndërkombëtar, i marrin dhe i përdorin për t'i vënë fytyrën dhe emrin aty për të mbuluar korrupsionin e tyre. Ky është standardi që ka qeveria. Ashtu siç i bëjnë konkurset e garat e këtyre kullave të larta, se gjitha këto janë vetëm kulla të larta, absolutisht asnjë gjë tjetër. Është vetëm një garë kullash, ku pronat publike merren dhe ipen për të ndërtuar pallate, sepse kjo është ekonomia që mendon qeveria shqiptare. Unë kisha pritur pak përgjegjësi, se kur del zyrtari, kur del ministri, s'është fjalë e madhe ministri, po këtu në fakt ka humbur vlera çdo fjale, kisha pritur të paktën pak përgjegjësi dhe për ulësi për pronën publike, se nuk mund të thuash që e prisha unë Zyber Hallullin, e do prish pallatin e kongreseve, do prish Aslan Rusin, e do prish Selman Stermasin, pa u skuqur dhe pa u zverdhur pas një procedurë. Pa absolutisht asnjë procedurë, pa asnjë informacion për pronën, pa asnjë informacion për vlerën e pronës, për studimin e fizibilitetit, thot KLSH-ja, pa rregullore të brendshme, pa procedura, pa transparencë për anëtarët e bordit. Po, raporti KLSH-s dhe di çfarë thot? Paguhet X ekspert për kaq muaj, paguhet Y ekspert për kaq muaj. Kjo është puna e korporatës investimeve. E kanë kthyer në një zyrë pagesash për ekspertët që sot po ndërtojnë kullat në Tiranë. Ky është modeli më i shumtuar i qeverisjes, që nesër pastaj ata i ndihmojnë për t'i dhënë para për të mbajtur pushtetin, që pastaj më pas të vazhdojnë të vjedhin zgjedhjet e të riciklojnë po të njëjtat figura që vinë këtu, sa nga spaku në qeveri, pa mbajtur absolutisht asnjëri përgjegjësi publike. Korporata e investimeve fatkeqësisht është një model shumë i shëmtuar. Është një model jo perëndimor, është një model që e trajton si plaçk pasurinë kombëtare. Është një model që ja ka marrë frymën ekonomisë, është modeli që kanë këto, është koncepti që kanë këto për ekonominë. Është koncepti se si ndahet prona publike. Dhe është një ligj që qeveria shqiptare ka marrë detyrimin edhe si pjesë e procesit integrimit, bashkë me ligjin e investimeve strategjike, për të anulluar, për mos ta zbatuar më. Është i përkohshëm, do të jetë edhe për 2 vite në vijim, sepse është detyrim përmbyllës në kapitullin përkatës që ligji investimeve strategjike, paketa maleve, korporata investimeve të mos ekzistojnë, sepse nuk janë standarde BE-ja, nuk janë standarde perëndimore, nuk janë absolutisht asnjë model që ka asnjë vend tjetër i ngjashëm, sepse kudo ka garë, ka transparencë, ka procedura. Sot korporata investimeve për mua duhet shpallet organizat e strukturuar kriminale, sepse të njëjtin dëm po i shkakton buxhetit të shtetit, po të njëjtin dëm që i kanë shkaktuar ato të Akshit, ato të inceneratorëve, është i njëjti model zhvatje. Sot mbas kësaj interpelance nuk besoj që ka njëri të informuar, nuk besoj që ka njëri që ka kuptuar ato që ka thënë ministra dhe që ka dash të thojë ministra për sa i përket pronave publike, se si ipen pa leje, pa procedurë dhe si vidhen ditën për diell në sytë qytetarëve shqiptar. Faleminderit.